Në vigjilje të Pashkëve, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit kristian, krerët e klerit katolik dhe ortodoks në Shqipëri dhanë mesazhe të rëndësishme, duke vënë theksin te rëndësia e familjes, mbrojtjes së saj dhe vazhdimësinë e jetës. Kemi nevojë që të investohet më shumë te bukuritë që gjenerojnë të ardhmen, sikur është familja, veçanërisht te çiftet e reja, sepse pa çiftet e reja do të thellohet në mënyrë dramatike dhe të pakthyeshme dimri demografik. Të bëhemi bashkë atëherë për të promovuar kulturën e punës së ndershme. Ndoshta sot më shumë se kur, bota jonë ka nevojë për mesazhin e Pashkës, e cila jep shpresë, dritë dhe gëzim në jetën tonë dhe nuk na lejon të mbytemi në detin e hidhërimit. Në katedralen Shën Pali nuk munguan as besimtarët që në prag të ditës së ringjalljes së Jezu Krishtit bekojnë ushqimet që do të kenë në tryezën e drekës së Pashkës. Dilore Radaçi ritualin e bekimit të ushqimit e bën çdo vit, ndërsa na tregon se çfarë nuk duhet të mungojë në tryezë. Gjetja ullirit e dafinës janë ato simbolit të jetës. Vezët që i kemi lyer, mielin që përgatisim bukën, verën që është simbol gjaku i Krishtit. Mbrëmjen e kaluar e njohur si e premtja e zezë ose e premtja e madhe, besimtarët katolik në të gjithë qytetet kremtuan udhën e kryqit, ndërsa ata ortodoks precisionin e epitafit. Të dyja kujtojnë vuajtjet dhe rrugën e mundimshme të Jezu Krishtit në kryqëzim.